liria e mediave është një gjë që thuhet, promovohet, përmendet, por është vështirë të ekzistojë në realitet. Përshëndetje të dashur miq të Open Mic dhe mirë se po takohemi përsëri në studion ton këtu në portal. Shpresoj shumë që të jeni sa më mirë dhe uroj që të jeni duke ja kaluar sa më bukur. Biseda të cilën do të realizojmë sot në studio është një bisedë e cila është në bashkëpunim me podcastin Kontekst dhe Open Mic. Do të flasim sot mbi dezinformimin, mbi lajmet e rreme, mbi dezinformatat në përgjithësi. Këtë temë patjetër të rëndësishme do ta trajtojmë me një profesionist të kësaj fushë, do të thoja, i cili është një gazetar me përvojë të gjatë në fushën e gazetarisë dhe një herazi edhe profesor mbi shkencat e komunikimit dhe gazetarisë, Agron Vrangalla. Agron, mirë se na erdhe. Përshëndetje Miret, faleminderit për ftesën dhe besoj që do të kemi një bisedë të fryshme për gjithë ata që na ndjekin. Patjetër që po, nuk e bëj në dyshim, me vlerësoj shumë kohën tuaj. Bosh. Agron, mund t'ja fillojmë kështu. Mund t'tregosh sa e konsideron ose a e konsideron dezinformimin, lajmet e rreme në përgjithësi si rrezikshmëri e lartë, do të thoja, për shoqërinë tonë ditëve të sotshme? Po, unë mendoj që kjo nuk lidhet nuk është vetëm bindje personale e disa njerëzve. Do të thonë tashmë është e vërtetuar dhe kur them është e vërtetuar, këto kategori të informacioneve kanë shfaqur pasoja jashtëzakonisht të dëmshme në nivel global dhe tashmë është e vërtetuar që kjo lloj dukurie përbën një kërcënim për të gjitha shoqëritë dhe është interesant se i prek të gjithë njerëzit pa asnjë lloj dallimi. Megjithatë, unë mendoj që në fillim është mirë që ne të bëjmë një lloj sqarimi të koncepteve, sepse shpeshherë ka disa ngatërresa të vogla për sa i përket emërtimeve të këtyre llojeve të informacioneve. Në media ose termi më i njohur mediatik dhe që përdoret në media nga politikanë, nga ekspertë të ndryshëm e kështu me radhë, është termi fake news apo lajmet e rreme, okay? Tani kjo nuk është ndonjë gabim, okay? Nuk është ndonjë gabim, mirë, po kam përshtypjen që duhet të bazohemi më tepër në literaturë se si përshkruhen këto lloj informacionesh dhe në përgjithësi këto quhen information disorder ose çrregullime informative, është një term relativisht i ri që ka dalë diku në vitin 2017 nga një raport i Këshillit të Evropës. Dhe aty janë sqaruar, të themi, llojet e çrregullimeve informative. Janë 3 lloje kryesore, më pas ndahen edhe në 9 lloje. Është misinformation apo keq informimi, disinformation, dezinformata dhe malinformation, informacion i saktë por me qëllime të këqija. Atëherë e para, misinformation është më tepër keq kuptim ose më tepër informacion që është i paverifikuar por që nuk ka qëllime të këqija. Do të thonë nuk ka qëllim negativ. Po, do të thonë që qëllimet e tij nuk është problemi, gabimi nuk është të bërë për shkak se dikush e ka planifikuar, por thjesht nga shpejtësia. Për shembull, ne kemi rastin më të freskët me tragjedinë që na ndodhi në Tetov me një studente e cila humbi jetën dhe u shpërndan kaq shumë informacione për rrethanat se si ajo ka humbur jetën. Të gjitha këto ishin misinformation. Unë nuk mendoj që gazetarët dhe mediat kanë pasur qëllim që të dezinformojnë, kanë pasur një agent të dezinformimi. Thjesht ata kanë shpejtuar për të dhënë detaje të reja dhe detajet e fundit për rrethanat e humbjes së jetës së saj. Dhe në këtë mënyrë ata harruan të merren me atë që quhet verifikimi i fakteve dhe në këtë mënyrë pra kishim pafund misinformation në media. Dezinformatat kanë për qëllim, domethënë bëhen me qëllim për të dezinformuar, okay? Pra është një strukturë, është një agent që përgatitet dhe malinformation është rastet kur
Gjithçka është e vërtetë në atë që thuhet, por problemi është se qëllimi për të cilin thuhet është i keq. Okej? Për shembull, kur ka njerëz të jetës publike dhe ne pa asnjë lloj interesi publik i nxjerrim një element të jetës së tij, ë, ose një tëmet të jetës së tij dhe kjo emet është e vërtetë, ka ndodhur, por problemi është sa përbën interes për Interes. publikun dhe në këtë mënyrë ajo të themi është e dëmshme dhe bën pjesë tek ajo që quhet information disorder. Prandaj thash, sepse ne kur themi thjesht fjalën fake news, kjo do të thotë që falso. Nuk fake newsin, pra këto lloj informacionesh nuk kupton që gjithmonë janë falso. Mund të ketë edhe elemente të vërteta, por që janë të dëmshme. Më pas ka edhe plot nën kategori të tjera, besoj do t'i diskutojmë. Po, patjetër. Agron, si krijohen dhe si shfrytëzohen dezinformatat nga dezinformatorët në platformat sociale? Është industri, tani po flasim për këto që janë të planifikuara. Po. Është industri, absolutisht. Dhe është e konfirmuar. Në nivel lokal, për masa globale, kemi rastin që ndodhi para disa vitesh, faktikisht në vitin 2016, nëse nuk gaboj, në Prilep, në Veles, sa nuk e di në cili. Edhe që ishte një maqineri e prodhimit të lajmeve të dezinformatave për zgjedhjet amerikane. Dhe më pas ka edhe pafund raste të tjera që nënkupton se dezinformatorët, siç i quajt e ti, nuk janë thjesht, unë asnjëherë nuk mendoj se këta janë gazetarë. Asnjëherë nuk kemi të bëjmë me këtë kategori të njerëzve, por kemi të bëjmë me qarqe të ndryshme, të cilët i ideojnë këto lloj informacionesh dhe kanë për qëllim qoftë për përfitim politik, për përfitim financiar, për përfitim të ndonjë natyre tjetër. Për shembull, ju keni pafund lajme financiare që flasin tani me këto kriptovaluta dhe kështu me radhë, që përhapen lajme të rreme pafund, sepse duhet që dikush të përfitojë. Edhe pra jam plotësisht i bindur që gazetarët nuk janë dezinformatorë, por janë persona të tjerë të cilët shfrytëzojnë mediat dhe gazetarët për të dezinformuar, dhe duhet të përmendim këtu, jo pa vetdijen e mediave dhe gazetarëve, domethënë dikush pranon që të bëhet pjesë e këtij rrjeti, e këtij zinxhiri dhe në fund ata që e posojnë gjithmonë janë qytetarët, publiku. Cilat janë ato narrativa dezinformuese më të shpeshta, do thoja, që hasim në vendin tonë, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kryesisht nëse flasim edhe për periudhën e zgjedhjeve që sapo i lan pas? Zgjedhjet gjithmonë janë kulminacioni i përhapjes së dezinformatave. Ekzistojnë pikërisht këtë që tham pak më herët. Në rastin e zgjedhjeve, partitë politike përndajnë fonde të ndryshme në portale kryesisht të ndryshme, që faktikisht menaxhohen ose nga persona të tyre ose nga persona të tjerë, por që janë dakord të pranojnë mjete të ndryshme për të realizuar, le të themi, ose për të implementuar një fushat të caktuar propagandistike, ku gjithmonë lajmet e këtyre portaleve do të bëjnë një lloj portretizimi, palën që i financon do ta nxjerrin gjithmonë të mirë dhe hero, dhe palën tjetër do ta nxjerrë gjithmonë në aspekt negativ, si agresive, si dëmshme dhe kështu me radhë. Si ndikojnë këto narrativa mbasi në rritjen e gjuhës së urrejtjes dhe polarizimit mes qytetarëve në vendin? Këtu kam përshtypjen që duhet të fusim edhe një element tjetër, sepse gjuha e urrejtjes nuk përhapet thjesht nga mediat, por këtu merr pjesë edhe publiku.
që do të thotë, në qoftë se këto lloje të ndryshme të çrregullimit informativ përhapen nga mediat, keni parasysh çdo lexues, çdo ndjekës ka më pas një të vërtet të re për këtë lloj informacioni që ka marrë. Dhe kjo bëhet një, domethënë, shumë fishohet kjo lloj të themi gënjeshtre ose çrregullimi që ka ndodhur dhe më pas vërshojnë komente të ndryshme varësisht nga tema që është nga ana e qytetarëve. Në qoftë se ta zëm një informacion merret me denigrimin ose shantazhimin ose nuk e di të një personi, atëherë lajmi në vetvete nuk flet në kuptimin që kur publikohet një gjë, duhet të ketë reagim. Pra nëse nuk ka reagim, nuk ka efekt. Dhe këtë bujën apo këtë gjëmën e madhe e shkaktojnë pikërisht të qytetarët, sepse ne besoj që është shumë e qartë që flasim për epokën e mediave digjitale, po flasim për user generated content apo përmbajtjen e gjeneruar nga përdoruesi, dhe të gjithë qytetarët kanë të drejtë të jo vetëm të pranojnë informacione, por edhe të prodhojnë. Dhe prodhimi nuk do me thënë që të kesh një medium, mjafton të kesh profile të ndryshme në rrjetet të ndryshme sociale, që ti në një lloj mënyre të jesh medium më vete dhe të ushtrosh forcën tënde për të arritur qëllime të caktuara. Agron, si e vlerëson besimin e popullit e qytetarëve ndaj mediave në vendin tonë? Sa popullit e qytetarët besojnë në mediat tona? Kjo është një pyetje, është një thikë me dy tehe, do ta quaja, sepse qytetarët janë të vetëdijshëm për nivelin e mediave, janë të vetëdijshëm. Po të bëni vox pope, për shembull, ka pasur raste plot gazetarë kanë bërë vox pope, anketa me qytetarë, thoni sa i besoni lajmeve, edhe këtë thonë, jo e rrena janë ato. Edhe nuk ka asgjë të vërtetë aty. Domethënë deklarativisht e thonë këtë, mirë po, thellë ata nuk shmangen nga mediat. Pavarësisht se deklarativisht thonë që nuk u besojnë dhe në këtë mënyrë ata nëse thonë se nuk besojnë, faktikisht vazhdojnë t'i ndjekin dhe nuk mund të jetojnë pa media. Dhe nga studimet që janë bërë dhe edhe personalisht që kam bërë me qytetarë, themi anketa, qytetarët mendimin për diçka, për çfarë do tani po flasim për shembull mendimin politik, të jeni të bindur, kjo është shumë e provuar, që qytetarët një pjesë jashtëzakonisht të madhe të bindjeve të tyre politike i krijojnë nga mediat. Sepse ai është burimi kryesor që njerëzit informohen edhe në forma të tjera, në forma private, në tubime, në takime partijake, domethënë nuk janë vetëm media që formojnë opinion, mirë po media absolutisht që është një element dominant në formimin e opinionit publik, të themi. A është financimi një problem për mediat në vendin tonë? Financimi nuk është problem, nuk ka pare, edhe në rregull është. Nuk kemi as pak problem në këtë. Nuk kemi problem, kur s'ka pare nuk ka probleme. Ajo që quhet media ownership ose pronësia e medias është të diskutuar, domethënë në literaturë, është parë në praktik. Gjëja e parë dhe kryesore dhe më e rrezikshme është kur njerëz të caktuar kanë pushtet shumë të madh në një vend të caktuar ose në nivel global. Domethënë njerëzit që ne i quajmë forca të koncentruara, okay? Këta njerëz quhen përndryshe edhe si oligark ose si njerëz me influencë dhe kështu me radhë, dhe këta nuk kanë
nuk janë persona që kanë vetëm media. Media është gjëja e fundit që ata kanë, që Kanë është shumë. kanë biznese të ndryshme dhe më pas për të si më thënë, për të menaxhuar suksesin e këtyre bizneseve, qoftë nëpërmjet reklamës, qoftë nëpërmjet forcës, tregimit të pushtetit, sepse media është pushtet, nuk ka dilemë, qoftë nëpërmjet të fshehjes së disa gjërave jo të mira që ata bëjnë në për bizneset e tyre dhe ata vendosin të hapin edhe media. Dhe kur këta njerëz kanë shumë media, problemi është që këtu nuk është problem financimi, problemi është financimi i keq ose nga burime jo kredibile. Okay? Jo kredibile. Ndërkaq që gazetaria e pastër, ajo puro gazetaria vazhdon për mendimin tim të mbetet një lloj utopie. Së fundmi diskutohet ajo që quhet crowdfunded journalism, gazetaria e financuar nga qytetarët, që mendohet se është një variant më i lirë, variant më i përkryer për shprehjen e mendimit të lirë, ku qytetarët financojnë një media dhe kjo media punon për interesin e tyre. Do me thëmë, në thojza, pronari i vetëm i këtyre medjave janë qytetarët. Por niveli kulturor në vendin tonë për këtë gjë është ende jo i kënaqshëm dhe sigurisht njerëzit është vështirë që të bindën të financojnë media kur thonë ne kemi plot media pa pare. Po, është vërtet, mirë po këto media nuk i kontrolloni ju dhe ata nuk punojnë gjithmonë për interesin tuaj, ndërsa media që financohet drejt për drejt nga publiku, ajo do s'do duhet për të mbajtur veten duhet të punojë për pronarin e vet që janë qytetarët faktikisht dhe që është forma më e lirë e të bërit gazetari. Përndryshe e përmenda, liria e mediave është një gjë që thuhet, promovohet, përmendet, por është vështirë të ekzistojë në realitet. Gjithse jemi te gazetaria, Agron, si mund të arrijmë të kemi ose të kemi dhe të arrijmë një gazetari e cila më shumë është e bazuar në fakte interesante ose tërheqëse se sa në përmbajtje kryesisht emocionale dhe dezinformuese? Ky është problemi kryesor që kemi ne sot me përmbajtjet mediatike, për arsye se betejë kryesore ndodh në mes informacionit të verifikuar dhe cilësor dhe sensacionit. Edhe gjithë këto, të themi, çrregullime informative, sepse u më herët përmenda që ka shumë nën kategori të çrregullimit informativ dhe këtu bën pjesë edhe ajo që quhet clickbait lajme, do me thënë lajme ku bëhen me titull bombastik, ku jo domosdoshmërisht titulli ka lidhje me tekstin ose me përmbajtjen, por edhe nëse ka lidhje është i fryrë ose i bërë që të jetë i klikueshëm. Më pas ka lajme që quhen parodi, ku shumë njerëz nuk e kuptojnë humorin e lajmeve dhe mund të bien prej tyre. Ka lajme që janë nuk korrespondon të nxjerra nga konteksti, që do të thotë raste kur fotografi dhe pamje të ndryshme përdoren për një ngjarje, ndërkohë që këto pamje i përkasin një ngjarje tjetër që ka ndodhur pak më herët. Ja, për shembull, në këtë rast pamjet nuk janë falso, pamjet janë të vërteta, por konteksti është i gabuar, se kur përdoren këto përmbajtje dhe në këtë mënyrë, pra edhe këto quhen çrregullime informative. Ka raste kur, për shembull, kemi pas një rast dhe të tjera, një dokumentar që është xhiruar me logo të BBC-s. BBC-ja nuk ka pasur asnjë lidhje me këtë dokumentar, domethënë keqpërdorimi i logove dhe brendeve të ndryshme me qëllim që të përforcohet, të themi, performanca ose marketimi i përmbajtjes që prodhohet. Kemi edhe nuk e di, edhe kategori të tjera të përmbajtjeve të
të kësaj natyre, që do të thotë se është të bërë shumë e vështirë të detektojmë ne se çka është më e vërtetë dhe çka është e gënjeshtërt. Sot diskutohet termi i ri përveç edukimit mediatik, diskutohet edhe digital literacy, domethënë edukimi digital, dhe këtu lidhet edhe me problemin e inteligjencës artificiale, sepse kemi, për shembull edhe një kategori e re, kemi deepfake. Deepfake është një përmbajtje me video, me audio, me zë, domethënë një përmbajtje multimediale që është komplet e rreme, siç ka pafund raste që shohim ne tani, domethënë është bërë shumë trend kjo puna e falsifikimit të videove nëpërmjet AI-s, dhe unë mendoj që kjo është një gjë shumë e frikshme, sepse kur përdoret për humor dhe për t'u tallur nuk ka ndonjë problem, por ka raste, domethënë sot është shumë kollaj që dikush të marrë fotografinë time ose tuajën dhe ai të flasë një gjë çfarë dëshiron, ndërkohë të paraqitet sikur e kemi thënë ne. Deri në një vit të caktuar, më duket deri 2019, unë nuk e di sakt, ishte një element shumë i rëndësishëm që detektoheshin këto videot, domethënë vetmja gjë që nuk manipuloi ishin dhëmbët. Sepse në këto deepfake dhëmbët janë perfekt, domethënë janë të bardhë, të drejtë e kështu me radhë, ndërkohë që ne nuk i kemi dhëmbët aq të mirë, dhe këtu ishte ai elementi i vogël dallues. Po unë besoj që edhe kjo të sofistikohet. Kështu që është shumë e vështirë më të dallojmë se çfarë është e vërtetë dhe çfarë jo, dhe prandaj duhet një edukim i jashtëzakonshëm i njerëzve, domethënë duhet të punohet në nivele shumë dimensionale. Së pari qeveritë duhet të ndajnë fonde për këto gjëra, media duhet të bëjnë punën e tyre, universitetet duhet të bëjnë punën e tyre. Lënda e edukimit mediatik e kemi përsëritur me qindra herë që duhet të jetë pjesë e lëndë obligative në shkollat fillore dhe në shkollat të mesme, sepse atëherë është koha kur shumë të rinj bien pre e mediave, domethënë duke mos pasur nivelin e duhur të informacionit për mirë përdorimin e tyre, dhe jemi dëshmitar se çfarë ka ndodhur, sa fotografi keq përdoren, sa persona keq përdoren nëpërmjet të rrjeteve sociale. Edhe kjo është në shkurt. Agron, cili është, le të themi, ndikimi më i madh i dezinformimit shëndetësor te njerëzit përveç mosbesimit ndaj shëndetësisë shpeshherë? Çrregullimi shëndetësor, ma përsërit edhe një. Cili është ndikimi më i madh i dezinformimit shëndetësor te njerëzit? Dezinformimi shëndetësor, mosbesimi ndaj shëndetësisë shpeshherë në media, tek popullata. Okej. Domethënë mosbesimi i informacioneve për shëndetin. Cili është ato dezinformatat apo niveli i dezinformimit më i lartë në këtë aspekt rreth shëndetësisë kur flasim? Okej. Këtu më dol në një temë të rëndësishme, të gjerë. Një herë shkurtimisht vetëm do kthehem patjetër ke ky. Duhet, është vështirë, por nëse pyet dikush çfarë është e vërteta, domethënë kush e zotron të vërtetën? Sepse ne për të thënë që kjo gjëja nuk është e vërtetë, ne duhet të dimë se çfarë është e vërtetë. Edhe ky është një problem historik, për shembull teoritë klasike që flasin për çështjen e të vërtetës, se ç'është e vërteta, fillon qysh me Aristotelin, mbas edhe më herët, por të paktën Aristoteli është i dokumentuar për këtë, i cili e definon të vërtetën si lidhje e fakteve me realitetin objektiv. Domethënë, ai mendon që e vërtetë është ajo që kur kemi fakte dhe këto fakte lidhen me realitetin objektiv. Më pas ka e njëjta teori është zhvilluar dhe teoricientët teoritë moderne, siç është, 'Ë, 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 '
lidhja e fakteve me realitetin objektiv, më falni se janë të tjerët, është më duket Habermasi këtë që po e them, që thotë se ne nuk kemi nevojë të argumentojmë gjëra të cilat janë të dukshme. Për shembull, bora është e bardhë, kështu me radhë gjëra, por dilema ndodh me gjëra që nuk janë kollaj të shpjegueshme. Ndërkohë Foucault thotë që Foucault thoshte që e vërteta nuk është gjë tjetër përveç se ndërlidhje e pushtetit me dijen. Do me thënë, njerëzit e pushtetshëm, tani vim ke shpjegimi për shëndetësinë, prandaj mu desh pak. Njerëzit, organizatat e shumë pushteti e përdor, e shfrytëzon dijen, përvojën e dijes, okay, dhe krijon një të vërtetë që më pas shitet tek njerëzit si e vërtetë, sepse ne të vërtetat që na serviren normalisht që duhet dikush të jetë mbi ne që t'i konfirmojë se janë ashtu edhe ne t'i pranojmë. Dhe këtu vim në momentin e famshëm të vaksinave kundër COVID-19-s, që ishte një debat jashtëzakonisht i madh në mes njerëzve. Mirë, po çfarë ndodhi? Organi kryesor, institucioni kryesor botëror, që është Organizata Botërore e Shëndetësisë, konfirmonte që të gjitha vaksinat që qarkullonin në treg, siç ishin 3, 4, 5, janë të dobishme, janë të provuara dhe janë të shëndetshme për njerëzit dhe mbrojnë nga COVID-19. Tani ne kemi këtu një organizatë globale, Maja e shëndetësisë, që deklaron këtë gjë. Qytetari i thjesht këtë gjë duhet ta marrë si të vërtetë, sepse nuk ka mundësinë vetë të shkojë të verifikoj deri në detaje përmbajtjen e vaksinës, do me thënë duhet ta marrë si fakt të vërtetë. Ndërkohë, kishte pafund shkencëtar të tjerë që bënin hulumtime që ngrenin pikpyetje për cilësinë e këtyre vaksinave, okay? Edhe ata ishin shkencëtarë, por thjesht ata nuk qëndronin ke norma, nuk ishin njerëz që aplaudonin ose aprovonin çdo gjë që thoshte OBSH-ja, por kishin një variant tjetër gjithashtu empirik, gjithashtu studimor që thoshin, shihni se është shumë herët për të vërtetuar një produkt të tillë, është një gjë shumë serioze dhe duhet një kohë më e gjatë për të parë nëse këto janë të shëndetshme për njerëzit. Sidoqoftë, unë nuk mund ta ndaj këtë gjë. Ajo çfarë po them unë është që kur një institucion kredibil thotë një gjë, ne e marrim si të vërtetë. A është kjo e vërtetë? Nuk e di. Mund edhe të mos jetë. Nuk e di, por kështu funksionon, domethënë. Po. Agron, se jemi te kjo fluska, le të themi, e dezinformatave, lajme të rremeve, për fund do të thoja, a është e rëndësishme që qytetarët të kenë një mendim kritik? Po, patjetër. E rëndësishme qytetarët nëse nuk ka mendim kritik, unë mendoj që një shoqëri ka marrë fund. Domethënë, pa mendim kritik, njerëzit thjesht i thon amin çdo gjëje që deklarohet dhe serviret nga qeverit, dhe jo vetëm nga qeverit, dhe niveli intelektual i një shoqërie matet sa është niveli kritik i të menduarit i asaj shoqërie. Domethënë, krejt zhvillimi njerëzor, se mbaj mend sa dim e sa s'dim, krejt është bërë me mendim kritik. As njerëzit konformist, njerëzit që pranojnë gjithçka, nuk shqetësohen për të provuar një gjë të re. Dhe ti kur nuk ngren pikpyetje në radhë të parë, kur nuk ke shqetësimin apo nuk ke kuriozitetin për të parë se ç'ndodh përtej kësaj gjës, atëherë me siguri që nuk ka zhvillim. Krejt ky zhvillim që ka ndodhur nga njerëzit që nuk janë pajtuar me realitetet e caktuara dhe kanë dashur diçka ndryshe dhe kështu jemi zhvilluar. Pra mendimi kritik na çon përpara.
Diçka për Instagram për ta përmbyllur, kështu do të thoja. Po. Një mesazh, një diçka. Nga që jemi në minutat e fundit. Nuk kam ndonjë gjë speciale për të thënë. I ftoj të gjithë njerëzit që të jenë më të kujdesshëm në përdorimin e mediave sociale. I ftoj që të marrin me shumë rezervë informacionet që i ndjekin gjithandej. I ftoj të kenë kujdes në aspektin aq sa munden në verifikimin e informacionit, në kuptimin që të shohin nëse një lajm ka dalë këtu, prit të shohim a ka dalë edhe në media të tjera, të shohim kush e ka thënë, të shohim si është të prodhuar. Po fundja edhe le ta diskutojnë në mes tyre, okay? Sepse edhe diskutimi pastaj lind një mënyrë për të parë nëse është një gjë e vërtetë ose jo e vërtetë. Ne kemi nevojë absolutisht për më shumë edukim mediatik dhe edukim digital. Moshat më të vjetra i porosisë mos besojnë videot që shohin me anakonda, video me anakonda, me luane dhe me tigra që shohin në për TikTokra edhe në për Instagrama, sepse të gjitha janë me AI, domethënë ju e keni parë që shpesh shokohen njerëzit që nuk kanë faj të shkretët, domethënë janë aq reale sa që është shumë e vështirë ti detektosh, duhet të njohësh kontekstin e kështu me radhë. Dhe tjetër gjë nuk e di, të mundohemi të gjithë së bashku, kur them të gjithë së bashku, të gjithë ata që kanë mundësi, që u jepet mundësia për të përmirësuar peizazhin mediatik, ambientin mediatik në vendin ton, le ta bëjnë këtë dhe në këtë mënyrë, duke pasur media më cilësore, duke pasur informacion më cilësor, ne kemi jetë më cilësore, okay? Sepse informacioni nuk është thjesht që ne e lexojmë, por që ndikon drejt për drejt në stilin ton të jetesës. Informacioni i keq ta prish ditën, informacioni i mirë ta ndreq ditën, e kështu me radhë, pra të përpiqemi që të kontribuojmë sa të mundemi për një ambient më të mirë mediatik. Agron, faleminderit shumë që ishe sot në portal. Faleminderit edhe ty, edhe ishte kënaqësi. Dashur miq, kështu erdhëm në përfundim të kësaj epizode kaq të nevojshme, do të thoja unë. Shpresoj shumë që ju të keni ngelur të kënaqur nga gjithçka që biseduam sot në studio. Ne patjetër që do të jemi përsëri të njëjtën e ardhshme në të njëjtin orar. Deri atëherë, mirëmbëjtje.